si pasojë e kësaj, pra, nëse themi kështu se uji i oqeanit patësor, si oqeani më i madh, domethënë planetin Tokë, gjatë muajve domethënë pranverës edhe të verës, sidomos ngrohet më tepër se sa mesatarja e saj shumë vjeçare sipërfaqes domethënë të oqeanit, atëherë krijohen rrymime gjithsesi. Kjo ngjarje ndikon pastaj domethënë edhe në çrregullimin e ernave të qëndrueshme dhe natyrisht paraqitjen e periudhave të thatësirave nëpër disa zona apo nëpër disa vende të botës, konkretisht në pjesë të Australisë, pastaj të Azisë Jugore, dhe paraqitjen e përmbytjeve gjithsesi të vërshimeve në pjesë të tjera të botës, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj në Amerikën Jugore, në Peru e kështu me radhë. Mirëpo, dhe ndikimet kryesore të saj, tash po e ndërlidhemi pra me vendin tonë apo me rajonin konkretisht, mund paraqiten do thotë periudha me temperatura të larta, pastaj mund paraqiten shpërndarje pa barabartë e rreshive, mund të kemi për një periudhë të shkurtë intensitet më të lartë të rreshive, pastaj paraqitje së periudhave të thata, e cila reflektohet në hidrologji, gjithsesi në atë bilancimin apo bilancin hidrologjik të lumejve, kemi rrjedha më të ulta të lumejve, të cilat shkaktohen me mungesë të ujërave sipërfaqësor dhe nëntoksor, pastaj temperaturat e larta, mungesa e lagështisë në tokë paraqet probleme edhe për bujqësi, domethënë për disa kultura bujqësore e kështu me radhë. Kjo është domethënë ndikimi më i madh gjatë muajve të verës, ku mund të ketë edhe heat waves, domethënë apo goditje nga temperaturat e larta, për disa ditë mund të kemi temperatura tropike apo tropikale, të cilët janë mbi 35 gradë, të cilat natyrisht ndikojnë edhe në shëndetin e përgjithshëm publik, por edhe në përgjithësi domethënë jetën e përditshme të njerëzve, pastaj të bimbeve, të kafshëve, të ekosistemeve, turizmit, biodiversitetit e kështu me radhë. Gjatë muajit korrekt të vitit 2025, ne në institut i kemi regjistruar temperaturat, gjithsesi kemi regjistruar temperaturat rekorde, të cilat asnjëherë nuk janë regjistruar më herët në Kosovë. Kështu që në qytetin e Klinës, në stacionin tonë meteorologjik, pra janë regjistruar temperaturat prej 42.5, dhe kjo është temperaturë rekorde në Kosovë. Dhe nëse i shohmi trendet apo tendencat e këtyre temperaturave, viteve të fundit, ne jemi dëshmitar, po e vrem se kemi një numër të shtuar apo të ngritur të vlerave të këtyre temperaturave. Nëse i vrem, ky vit, unë mendoj se është më i mirë në krahasim me vitet e tjera, sepse deri tash është muaji i fundit, gjithsesi mesi i muajit maj apo fundi i tij, dhe në zonat më të larta malore, tani me siguri në mbi 2000 metra lartësi kemi akoma borë që është shumë mirë, por viteve të kalume, kur them viteve të kalume, them 5 viteve të fundit, kjo ndoshta ka qenë domethënë më pak prezente. Dhe si pasojë e saj kemi pas domethënë edhe rrjedhat më të limituara, apo kemi pasën prurje të lumejve nëpër pjesë ndryshme të Kosovës në mesataren shumëvjeçare, e cila pastaj është reflektuar edhe në deficitin e ujrave sipërfaqësore, do thotë por edhe atyre nëntoksore. Edhe pasojë domethënë furnizimin e popullsisë me ujë nëpër disa zona të Kosovës, të cilat kryesisht burim të ujit e kanë, domethënë e marrin direkt ose në mënyrë indirekte prej lumejve apo edhe prej mund të ketë vështirësi për shembull viteve të ardhme me paraqitjen e thatësirave, fillimisht meteorologjike, pastaj domethënë me konotacione hidrologjike, por për këtë vit jam shumë i sigurt se edhe asnjë pikë shi mos merr gjatë verës ne kemi të siguruar ujin, sepse domethënë ka qenë një periudhë ku kemi pas rreshje, pastaj domethënë ka pas edhe rreshje të shiut edhe të borës, ku akumulacionet ujore ne kemi parë në Kosovë janë të mbushura me ujë të gjitha, por natyrisht kjo nënkupton se duhet gjithmonë duhet kemi kujdes ta ruajmë, ta kursejmë
çdo pikë të ujit kudo që ndodhemi në vendin tonë.